Thamë të drejtën, me djenin time nuk e pas asnjë telashe, absolute. Dhe më thonë edhe nuk ka pas asnjë pengesë. Do shta në këtë rast edhe në befasohem pse nuk është publiku lista qysh mbram, për shkak se qysh mbram lista ka qenë gjithçka gati, sepse duhet jetë gati për shkak që e kemi dorëzuar në KQZ mbrana fatit caktuar, dhe unë nuk di që ka pas ndonjë pengesë. Nuk e kum pa të arsyeshme as me pyet pse s'po publikohet lista përderisa ka kalu. Ti ke qenë sigurt se janë listë? Jo, nuk ka të bëj me çështjen a jam apo nuk jam listë, sepse nuk kemi pas dilema të tilla, përkundër interesimit të jashtëzakonshëm të shumë kuadrove profesioniste për qenë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Lista është bërë në një frymë jashtëzakonisht unifikuese, në një frymë jashtëzakonisht bashkëpunuese, dhe unë jam shumë krenare me këta emrat që janë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët garojnë për zgjedhjet e 7 qershorit. Edhe njëherë po e përsëris për ju edhe për publikun, që nuk ka pas asnjë mosmarrveshje, nuk ka pas asnjë dilemë dhe nuk ka pas asnjë telashe, dhe nuk është kjo arsyeja pse nuk është publikuar lista deri në atë kohë.